Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplot. Falënderimi I takon vetëm Allahut krijuesit të gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e Tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të banorëve të xhenetit me shprehjen Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë me të gjithë ju. Sot, inshallah me shpresën e Allahut subhanahu wa taala, në këto minuta që kemi në dispozicion, në këtë ditë të bekuar, të ditës së xumë, me shpresën e Allahut subhanahu wa taala, do të flasim diçka rreth provës që Allahu subhanahu wa taala I sjell besimtarit në veçanti. Nëse ju kujtohet, në xhuman e kaluar ne folëm në mënyrë të përgjithshme se si Allahu subhanahu wa taala I sprovon shoqëri të ndryshme, sprovon fise, farefise, kombe e kështu me radhë. Mirë sot, inshallah, me lejen e Allahut të madhëruar, do të flasim në këndvështrimin individual. Se si Allahu subhanahu wa taala e sprovon një njeri, se si Allahu subhanahu wa taala e sprovon dhe një besimtar, se si Allahu subhanahu wa taala e sprovon besimtarin, njeriu në këndvështrime të ndryshme të jetës së tij. Dhe sprovat janë në mënyrë të vazhdueshme një ilaç dhe një shërim në të njëjtën kohë për njeriu. Allahu subhanahu wa taala e sprovon njeriu, nëse flasim në këndvështrimin e besimtarit apo njeriu të besimtar, e sprovon besimtarin pasi ai ka thënë që unë e kam besuar Allahun subhanahu wa taala. E sprovon në besimin e tij, e sprovon në trupin e tij, e sprovon në familjen e tij, e sprovon në jetën e tij të vazhdueshme të përditshme, për të parë dhe për të kalitur besimin tek ai. Si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Kerim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Thot Allahu subhanahu wa taala, a kanë menduar njerëzit të thonë ne kemi besuar Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu të mos I sprovoj ata. Ligji I Allahut në tokë është që njerëzit t'i sprovojnë. Ti sprovoj dhe ti testoj ata. Ti testoj kush e ka besimin të fortë dhe besimin e tij e ka me të vërtetë për të njohur dhe për të drejtuar drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala dhe për të gjetur xhenetin e lartë që Allahu subhanahu wa taala e ka premtuar për ata njerëz të devotshëm të cilët I friksohen Allahut subhanahu wa taala. Ne po të hedhim një këndvështrim në historinë e hershme. E thamë në xhuman e kaluar që Allahu subhanahu wa taala në mënyrë specifike e sprovoi Ademin alayhis salam për të parë forcën e durimit që ai ka për të vazhduar në rregullat dispozitat e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po një moment të caktuar ai gaboi, u pendua tek Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu subhanahu wa taala më vonë ia fali atij gjunahun që bëri. Vazhdojmë gjithashtu me profetët e Allahut, njëri pas tjetrit të gjithë Allahu subhanahu wa taala I sprovoi ata për të kalitur besimin e tyre, por njëkohësisht edhe për të sjellë tek njerëzit
argumente, shembuj që njeriu gjithmonë kur atij ti ndodhi ndonjë sprovë, të ketë mundësi që të gjejë kurajo për të zgjidhur atë hall dhe për të parë që halli i tij është më i vogël se sa halli që kanë të tjerët. E sprovoi Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin, Jakubin, Musain alayhis salam, Isain alayhis salam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e të gjithë profetët e Allahut subhanahu wa taala i sprovoi ata për të provuar dhe për të parë dhe për të testuar besimin e tyre të palëkundur dhe për të qenë një shembull për ne sot si besimtar musliman që jemi. Allahu subhanahu wa taala Jakubit alayhis salam i mori djalin e tij. Kaderi ishte Allahu. Sebebin e bën fëmijët e Jakubit alayhis salam, cilët e morën Jusufin alayhis salam dhe me pretendimin e tyre se e hëngri ujku, ata e hodhën në pus dhe konkluzioni erdhi ajo histori e gjatë e Jusufit alayhis salam që kaluan shumë vite. Pas 40 vitesh Jakubi alayhis salam humb dhe djalin tjetër të tij, Benjaminin, në ditën që vëllezërit shkuan për të marrë risk, për të marrë ushqime tek mbretja asaj kohe. Dhe kur u kthyen vëllezërit pa djalin, pa vëllain e tyre të vogël, Benjaminin, babai Jakubi alayhis salam tha: "Ah, i mjeri unë për djalin tim, ah, i mjeri unë për Jusufin." E sprovoi Allahu subhanahu wa taala me një sprov tjetër. Pasi i kishte marrë Jusufin më herët, i mori dhe djalin tjetër, i cili ishte shumë i dashur për babain e tij. Ishte i vogël, ende i ri. Në këtë kohë, vëllezërit apo fëmijët e Jakubit alayhis salam i thon babait të tij: "Vazhdon ende të kujtosh ti historinë tënde, dashurinë tënde për Jusufin që kishin kaluar 40 vite me radhë." Jusufi ishte harruar. Jusufi nuk ishte më fëmijë i vogël që kishte rënë në pus, por ishte bërë burr, ishte bërë një vezir në mbretërinë në cilën ai po punonte dhe po jetonte, dhe e sprovoi ai vëllain e tij, sprovoi vëllezërit e tij, u bë sebeb që sprova të vazhdoi ritmet e saj. Qajte ai shumë Jakubi alayhis salam, sa që sytë e tij, thot Allahu në Kur'anin Kerim, u zbardhën. Prej mallëngjimit që kishte për Jusufin alayhis salam dhe prej mençurisë dhe zgjuarsisë së tij dhe larg pamësisë që ai kishte në njohjen me Allahun subhanahu wa taala. Dhe vëllezërit i thon: "Vazhdon ende ti o baba ta kujtosh vëllain ton Jusufin, i cili 40 vite është tret dhe ka ik." Ai tha: "Allahu e di më së miri në ato kurthe që ju ndërtoni, thurni dhe realizoni." Dhe Allahu subhanahu wa taala pas sabrit të gjatë ja mundsoi Jakubit alayhis salam për të ardhur takuar me djalin e tij, tashmë edhe me Jusufin, edhe me Benjaminin, u bashkua me të dy, dhe siç thot Allahu subhanahu wa taala, kur Jakubi me gruan e tij vjen në fronin mbretëror, kur vjen në kështjellën mbretërore, djali i tij Jusufi e ul baban e tij në fron dhe fëmit ulen dhe vazhdon historia e gjatë e Jusufit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala e sprovoi profetin e Allahut subhanahu wa taala, i cili kishte jetuar 70 vite në tokë. 70 vite kishte jetuar në tokë duke i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, duke jetuar i lumtur në mesin e farefisit të tij, duke jetuar me propagandën ndaj rrugës së Allahut në fshatin në cilin ai jetonte. Mirë po Allahu subhanahu wa taala pas 70 vitesh jetë e sprovoi me një sëmundje sa që krimat ecnin në trupin e tij. Ere keqe vinte nga trupi i tij. Filluan t'i largoheshin njerëzit, shokët, miqt, farefisi, të gjitha ata njerëz që e rrethonin përveç gruas së tij. Diku paria e fshatit mori dhe vendimin: ta dëbojmë këtë njeri nga fshati jon, sepse ndoshta po na e hap sëmundjen në këtë fshat, në këtë vend, dhe Allahu subhanahu wa taala na sprovon të gjithëve dhe ne të bëhemi të sëmurë dhe të shkatrohemi si farefis dhe si katon. Ejubi alayhis salam duroi për hatër të Allahut subhanahu wa taala dhe i thot gruaj e tij: "O burr i dashur", pasi ata ishin larguar nga fshati, i kishin dëbuar, jo se ishin larguar me dëshirë. Pasi i kishin dëbuar nga fshati i tyre, i thot gruaja: "O burr", dhe kishte 7 vite që vuante me këtë lloj sëmundje. I thot: "O burr, lute Allahun subhanahu wa taala, sepse ti je pejgamberi i Allahut, ti je i dashur i Allahut dhe Allahu ta largon dhe ta shëroj ty nga kjo sëmundje që ke."
dhe i kthehet gruas së tij. A nuk më vjen turp mu që t'i lutem Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili ka 7 vite që më ka më sprovuar dhe kam jetuar 70 vite në jetën time dhe nuk kam pasur asnjë lloj sprove në jetën time. Dhe kështu vazhdon historia e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoi Isajin alayhi salam. E sprovoi Musajin alayhi salam, si shtan xhuman e kaluar. Allahu subhanahu wa ta'ala i sprovoi pejgamberët e tij, të dashurit e tij, e sprovoi dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në vetveten e tij. E sprovoi Allahu subhanahu wa ta'ala duke i vdekur gruaja e tij dhe duke mbetur në atë gjendje që mbeti. E sprovoi Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke i marrë dhe djalin e tij Ibrahimin alayhi salam. I mori Allahu Ibrahimin dhe kur po e varroste, ai filloi të qante pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne e dim që fetarisht është ndaluar që ne t'i qajmë të vdekurit tan. Ashtu siç ndos sot në vizet tonë. Mirë po qau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lot dolën nga sytë e tij, i zbukuruan apo i lagën faqet e tij. Dhe i thon sahabët e tij, shokët e tij, o i dërguar i Allahut, na ke mësuar që ne të mos qajmë për të vdekurit tan, ndërsa ti sot po qan dhe po i mbush syt me lot. I dërguari i Allahut subhanahu wa taala i thotë që nuk janë lot zemrimi, por janë lot të cilët dalin nga zemra ime. Lot në cilën kujtoj ditët me Ibrahimin, me djalin e tij. E kështu me radhë vazhdon Allahu subhanahu wa taala ta sprovoj pejgamberin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, gjatë gjithë jetës së tij në mënyrë të vazhdueshme. Ai duroi, jetoi, punoi, veproi dhe i thirrri njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ne dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, banorët, shokët e tij, farefisi i tij, miqtë e tij deshën ta mbysnin, ta vrisnin, sepse ai po promovonte fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu vazhdoi sprovat, vëllezër të nderuar, njëri pas tjetrit. Mirë po këta njerëz të mëdhej, këto figura cilët e kanë ndryshuar faqen e njerëzimit her pas here, çfarë kanë bërë në momentet që Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar ata? Vetëm se është shtuar besimin dhe kanë ngulur më tepër në mendjen e tyre dashurinë për Allahun dhe bindjen se çdo gjë në këtë botë ndodh me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu krijuesi i gjithësisë i sjell atë lloj testimi për të provuar dhe kalitur besimin e tyre. Vëllezër të nderuar, ata që janë marrë me bujqësi e din mirë se një farë e vogël cilën e mbjell për ta bërë fidan, duhet ta kalisësh atë. Duhet ta kalisësh që kur ta nxjerrësh në ar, ajo të jetë e fortë, veç të marrë zhvillim, të shpërthej, të japi frutet e saj më të mira. Kështu dhe Allahu subhanahu wa taala e sprovon njeriu dhe e sprovon besimtarin në mënyrë të veçantë. Më lart ne tham në një ajet kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot, a kanë menduar njerëzit dhe besimtarët në mënyrë të veçantë që thonë ne kemi besuar Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu ata njerëz të mos i sprovojë. Ne kemi sot për njerëzve, për shokëve tanë, për miqve tanë, për rinisë tonë, cilët thonë ne kemi besuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe veçanërisht popullin tonë po ta pyesësh në përgjithësi, a e beson Allahun? Thot po, e besoj Allahun. Po unë jam musliman. Po unë jam prej atyre që e du Allahun, e du xhenetin, e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ruhem zjarrit të xhenemit, por besimi im, thot ai, është i ngulitur në zemrën time. Një sprovë nga Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë njeri, i cili e pranon dhe e beson, për mendon se besimi i tij është vetëm duke thënë amantu billahi, kam besu Allahun dhe mos bëj asnjë lloj praktik. Allahu subhanahu wa taala e sprovon birin e Ademit. E sprovon që të kalisi besimin e tij, ashtu siç tham pak më lart që bujku e kalit atë farën cilën e ka hedhur në fidanishten e tij, që ajo të bëhet një bimë e fuqishme, një bimë e fortë, të japi frute dhe frutet e saj të sjellin atij të mira ekonomike apo të mira dhe për të ushqyer vetë në familjen e tij. Kështu edhe besimtari musliman duhet kalitet në këtë dynja, duhet kalitet në këtë botë, dhe e kalit Allahu subhanahu wa taala duke qenë fëmijë i vogël,
duke qenë nëna e tij sebeb e djalit, e vajzës, apo kushdo qoftë fëmia e cila përpiqet ta kalizë dhe ta edukojë fëmijën e saj në të gjitha format dhe mënyrat që ajo din dhe në bazë të nivelit të saj intelektual. E mëson fëmijën e saj të kujdeset nga zjarri. E mëson fëmijën e saj të kujdeset nga gjërat e ndaluara. E mëson fëmijën e saj se si të hajë dhe si të pi. Kujdeset për fëmijën e saj natën dhe ku veçanërisht në burrat flem gjum, gratë lodhen, nënat lodhen, duke u kujdesur për fëmijët që ata të kaliten dhe të bëhen fuqishëm. Dhe vazhdon rritet fëmia, rritet njeriu në këtë botë avash, hap pas hapi, pastaj shkon në kopës, shkon në qerdhe, pastaj prej atje shkon vazhdon shkollën dhe kështu me radhë martohet, jeton një jetë të lumtur apo të me vuajtje, vazhdon të jetojë derisa ati ti mbaroj saati i tij dhe largohet nga kjo dynja duke vdekur dhe duke shkuar para Allahut subhanahu wa taala për të testuar pastaj ditën e gjykimit. Mirë po, vëllai dashur, ne aktualisht në xhamatin ton, kryesisht ashtu aktualisht në momentet që jemi, e kemi pjesën më të madhe të thyer pak në moshë. Po të kujtoj gjithsecili prej jush vitet të cilat kanë qenë të ri, vitet të cilat ata janë larguar nga prindrit e tyre, nga familjet e tyre, dhe unë po dëgjoj ditë pas dite nga ju historitë ndryshme se si jeni larguar nga shtëpia juaj për aspektet ekonomike të asaj kohe. Keni vuajtur, hap pas hape e keni gjetur veten tuaj në vetmi, në vështirësi, me probleme dhe hallet të mëdha të kësaj dynjaje. Mirë para përgatitja e mëhershme e juaj psikologjike në familje ju ka mundësuar që ju jo vetëm të ruani veten tuaj, por të punoni dhe të ushqeni familjet, bëni sebeb që të ushqen familjet tuaja në vendindje. Por sprove madhe ka qenë të braktisësh familjen, të ikësh, dhe zakonisht ka qenë asaj kohe dhe ju dini mirë, traditë që darku bënte për fëmijët apo djemt të rinj cilët niseshin në mërgim. Sot më është bë e traditës që njerëzit ikin në emigrim, të lëvizin nga vendin vend, nga qytetin në qytet, dhe ma janë përzi kret njerëzit. Një sprovë ka qenë atëhere asaj kohe për nëna dhe baballarët tuaj, të cilët e ndjenin humbjen tuaj, e ndjenin mungesën tuaj. Ishin lodhur, ishin raskapitur dhe vetëm dëgjonin dhe koha dhe teknologjia saj koha ka qenë shumë më ndryshe nga që jemi tani. Do të shkruaj një letër, do të vinte letra, do të shkonte letra, do të vinte një mik, do të përcjellje një njeri tjetër, ti çoje vetëm një lajm dhe kur nëna apo babai dëgjonin informacionin që ti i je mirë, ata kënaqeshin dhe thonin Allahu të ruajt o biri. Një sprovë për Allahu subhanahu wa taala ku gjithë secili në mënyrë individuale përjeton. Allahu, ne si besimtar musliman, pasi na ka sprovuar, këtu na ka dhënë dhe një begati të madh. Vëllezër të nderuar, nuk është pak kjo që ne sot jemi në këtë xhami. Kjo është një realizim i hadithit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili përpara 1400 vjetësh e thonte që do të përhapet Islami dhe nuk do të mbesi vend atje ku hy drita, pa shku drita Allahut subhanahu wa taala. Këtu hy drita vëllezër të nderuar. Këtu hy drita e diellit që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Allahu e ka sjell dhe këtu Islamin, fenë e tij. Unë kam dëgjuar prej jush që të moshuarit apo ju që keni qenë asaj kohe, jeni munduar dhe keni sakrifikuar që dhe fenë e Allahu subhanahu wa taala ta ruani, ta zbatoni në forma dhe mënyra dhe mundësitë që keni pasur. Keni sakrifikuar në mënyrë të vazhdueshme. Mirë po, sakrifica dhe sprova për cilën ne jemi duke folur vëllezër të nderuar, është sprova kur njeriu Allahu subhanahu wa taala ja jep atë. Dhe dini kush është sprovë, ndër sprovat më të mëdha, është kur Allahu subhanahu wa taala ndonjërit ja merr në gjirin e tij një njeri të dashur. Kur ja merr djalin, kur ja merr vajzën, kur ja merr nipin, kur ja merr mbesën. Nëse dikush e ka përjetuar këtë, e kupton se çfarë dua të them tani. Është një ndjenjë mjaft e vështirë. Djalin tënd, vajzën tënde, nipin tënd apo mbesën tënde, cilën deri dje ishe duke luajtur, duke u gëzuar dhe duke u përmalluar me të dhe duke u përpjekur ta edukosh, sot je detyruar drejt Allahut në varr ta çosh.
Sprove madhe nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po kërkon për njeriu sabër dhe durim të madh. Kërkon për njeriu ta mbledhë veten e tij dhe prova dhe tradita dhe historia ka treguar që njerëzit zakonisht e kanë mbledhur veten e tyre në këto momente. Në këto momente kaq të vështira, kur Allahu subhanahu wa ta'ala të merr atë dritë cilën ti e kishe në shtëpinë tënde. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala të sprovon ty në këtë nur, në këtë dritë, në këtë mirësi që ti ke në shtëpi. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: sabri dhe shembulli i sabrit në këto lloj fatkeqësish është kush tregohet burr në momentin e parë. Është kush thot momentin që e merr vesh që djali dhe vajza e tij, nipi apo mbesa vdiq. Thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemi të Allahut dhe tek Allahu do të shkojmë. Kjo botë është kalimtare, por Allahu subhanahu wa ta'ala na sprovon me një sprovë të tillë. Tregohet para disa kohësh një njeri kishte 9 fëmijë, 9 djem. Niset bashkë me gruan e tij për të vazhduar dhe vizituar një mikun e tij në një skaj të qytetit. Në rrugë e sipër, kaderi Allahut ishte që ai bëri aksident, u përplas dhe rrokullis makina disa herë dhe në fund rezultati ishte që ky burr meti gjallë dhe 9 fëmijët e tij vdiqën. Bashkë me fëmijët e tij vdiqë edhe gruaja e tij. Imagjinoni vëllezër të nderuar, kesh kaluar një jetë të tërë, të gjatë, të lodhshme, të mundimshme dhe ky ishte rreth të 50-ave. Kishte ndërtuar një jetë në formën e tij dhe mundësinë e tij. Një gëzim të madh, një harmoni të madhe, një lumturi të madhe. Dhe në një moment të caktuar, nga një gabim i cili ndoshta mund të jetë edhe njerëzor në rastin e aksidentit, por në fundit ai metet kader nga Allahu subhanahu wa ta'ala, solli që ky burr në 50-at e tij të mos kishte asnjë njeri më në familjen e tij. As grua, as djalin, as vajzën, as djalin e parë, as djalin e dytë, as djalin e nëntë e kështu me radhë. Imagjinoni vëllezër, me të mbyll krejt shtëpia. Një fatkeqësi e madhe. Dhe personi i cili e tregon këtë histori thotë, u trishtu krejt qyteti. Me të vërtetë vëllezër të nderuar, është një fatkeqësi e madhe. Imagjinoni sikur mua apo ju që secilit prej nesh t'i ndodhi kjo fatkeqësi. Ke shqytuar një jetë të gjatë dhe në fund të shikosh që nuk ke me asgjë nga familja jote. Dhe thotë ky njeriu, shkuam për ta vizituar në shtëpinë e tij. Hym i dham dorën, e ngushëlluam me shprehjet tona dhe atë që ne kishim mundësi duke ndjerë dhe ne dhimbjen tonë për të bërë pjesë e tij. Kur ai ishte ulur në kryt konaku dhe thoshte: vëllezër të nderuar, duhet me bë sabër se Allahu subhanahu wa ta'ala na ka sjellë në këtë botë për të na sprovuar. A imagjinoni dot çfarë sprove Allahu subhanahu wa ta'ala këtij burri Allah? Mirë po në fund fare ai thoshte: vëllezër, duhet me bërë sabër sepse Allahu na ka sjellë në këtë botë për të na sprovuar. Allahu i jep fëmijët, Allahu i merr ata. Allahu ja mundson një të riu të martohet, Allahu ja merr atij atë mundësi dhe nuk e lën që të martohet. Tregohet në një rast tjetër që një person i cili kishte lënë ditën e dasmës për të martuar dhe kishte filluar atmosfera festive në festimin e dasmës. Dhe ne kemi dëgjuar plot histori, pa dalë në ato fatkeqësi tjera që ikën nusje nga shtëpia. Apo nuk vjen fare tek dhëndri. Nisen për të marrë nusën në aksident rrugës, bëhet aksident dhe dhëndri me të i përgjysmuar, dhe me thënë nga mesi e poshaj nuk ishte me asnjë lloj fuqie dhe nuk bën asgjë. Imagjinoni vëllezër të nderuar. Një përgatitje shumë mujore për të martuar, një përgatitje shumë mujore psikologjike e t'i djalit të ri për të martuar, për të jetuar, për të pasuruar dhe për të pasur fëmijë. Imagjinoni vëllezër të nderuar, ëndrat e këtij djaloshi, bisedat me gruan e tij dhe përfundimin e tij. As dasëm, as kishte mundësi të martohej sepse siç ta më lart u shkatrua nga mbesi e poshtë dhe nuk ishte me fuqi që të ishte burr. Vetëm fliste, diskutonte, jetonte dhe kaloi jetën e tij i pikëlluar duke adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala.
Pra sprov nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një rast tjetër tregohet për një njeri mjaft të njohur, atë Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoi duke ju paralizuar krejt trupi i tij. Nuk lëvizte as dorën e djathtë, as dorën e majtë. Nuk lëvizte as këmbën e djathtë, po as këmbën e majtë. Nuk lëvizte fare nga shtrati i tij. E vetmja gjë që lëvizte ai vëllezër të nderuar ishte goja dhe nohatja, edhe syt. Rrinte i shtrirë gjatë gjithë kohës. Dhe njerëzit, imagjinoni një situatë mjaft e vështirë, nuk është në vetëm për individin të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovoi, i cili vuan dhe nuk ka mundësi të lëviz. Do të lëviz, por nuk ka mundësi të lëviz. Do të pi ujë, por nuk ka mundësi të pi ujë. Do të bëj diçka në jetën e tij, por nuk ka mundësi asgjë, vetëm ndron dhe qëndron i palëkundur në vendin e tij. Thot, një ditë kur ishte në spital për të bërë terapinë e radhës, më rastisi që në krevat në një shtrat më tutje ishte një njeri, i cili ishte në gjendjen time, thot. Mirë po, kishte një problem, nëse unë flisja dhe flas dhe dëgjoj, a i kishte problem tjetër, nuk fliste, Allahu subhanahu wa ta'ala, ati ti kishte marrë dhe i goje dhe nuk fliste do. Ndodhi që në ato momente vjen një mito, dhe fillon të hajë në dorën e tij dhe ne dim njeriu i paralizuar, nuk lëviz dot gjë. Donte të fliste, por nuk kishte mundësi të fliste. Donte të ankohej, por nuk kishte mundësi të ankohej. Në ato momente më vonë vjen infermierja apo motra medicinale, siç e thoni ju, vjen edhe e pastrojnë, e rregullojnë plagën. Dhe në këto momente ky njeri thot, ky njeriu i parë i paralizuar që vetëm fliste dhe dëgjonte dhe shikonte, thot elhamdulillahi që Allahu më ka bërë më mirë se ky. Ka mundësi me thënë diçka. Ka mundësi me kërkuar njerëzve ndihmë. Ka mundësi të flasë telefon sepse ai fishte në telefon dhe ne e dimë aparat telefonit rregullohen dhe regjistrohen ato lloj forme që kur dikush të merr në telefon, ajo hapet automatikisht dhe ti flet dhe diskuton me të. Kjo mundësi, thoshte ky njeri, e falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, pa pushim për mirësinë e madhe që më ka dhënë. Imagjinoni, as duart, as këmbët nuk i lëvizte. E falenderonte Allahun subhanahu wa ta'ala. Tregohet një rast tjetër, Amiri ka qenë qabe, një njeri i cili ishte i verbër. Ishte me trupin e tij të gjumtuar, pa dur, pa këmbë. Dhe po lutej pa pushim në qabe Allahu subhanahu wa ta'ala duke i thënë: O Allahu i madh, o krijuesi i gjithësisë, falënderimi takon ty që më ke dhënë mirësi të mëdha që nuk ja ke dhënë askujt në këtë botë. Imagjinoni, nuk ishte as duar as këmbë. Ai lutej Allahu subhanahu wa ta'ala pa pushim, vetëm gjuha e tij lëvizte por i verbër ishte në të jetën kohë. Atëherë një njeri kalon aty afër dhe thot: O ti njeri, çfarë ka mbet tek ti që Allahu të mos provoj? Nuk e as dur, as këmbë. Syti ketë verbuar. E për çfarë falenderon Allahun kur Allahu ka sprovuar? Ai tha: e falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala pa pushim, i cili më dha gjuhën që unë them Allahu Ekber, elhamdulillah, subhanallah, dhe ta lut Allahun subhanahu wa ta'ala pa pushim. E tani vëllezër të nderuar, le të kthehemi tek ne, ke unë dhe tek ti. Na ka dhënë Allahu dy dur. Në ka dhënë Allahu këmbët, në ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala logjikën tonë, në ka dhënë shikimin, në ka dhënë mundësinë që të lëvizim gjatë gjithë ditës tonë. Të shkojmë në punë, të vim nga puna, të komunikojmë me njerëzit, të komunikojnë njerëzit me na, të mos i shqetësojmë dhe të mos ta shqetësojmë, të mos bëhemi barë për njerëzit. Dhe kështu në këtë lloj këndvështrimi, vëllezër të nderuar, a nuk e meriton Allahu subhanahu wa ta'ala të falenderohet dhe të madhërohet siç e meriton ai? A nuk e meriton Allahu subhanahu wa ta'ala që ne ditën dhe natën themi pa pushim elhamdulillahi rabbil alamin, i madhërueshëm jeti o Allah, vetëm ty të falenderoj dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë. Sprova të ndryshme Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka sjell besimtarve dhe ty apo mua nuk të ka sprovuar në trupin tënd, nuk ka sprovuar ende në fizikun tënd, dhe ti vazhdon që ende të mos adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç e meriton ai të adhurohet. Vllai nderuar, ende merr frym. Vllai respektuar, ende i lëviz duart e tua.
Atëherë në këto sprove që Allahu të ka mundësuar dhe të ka ruajtur dhe ende nuk të ka sprovuar, çfarë pret për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala? Çfarë pret dhe ti nuk afrohesh drejt rrugës në cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala? Pra në fund vëllezër të nderuar, në fund të kësaj ligjërate të shkurtër para namazit xumas, e lutim Allahun subhanahu wa taala që në rrugën e drejtë na udhëzoj. E lutim Allahun subhanahu wa taala që gjunahet tona që i bëjmë ditën dhe natën na e falet, na mëshiroj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që të na bëjë besimtar të sinqert, të na bëjë për atyre të cilët i luten Allahut subhanahu wa taala pa pushim. E lutim Allahut të na bëjë falënderues, sepse siç thot Allahu, pak nga njerëzit janë falënderues. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruajë dhe të mos na sprovojë aq më shumë se sa e bajmë ne në trupat tanë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që namazin e kësaj xumaje ka bullt na bëj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e të veçanta që vëllezërit tanë, motrat tona që i kemi në shtëpi tona, Allahu t'i falet të mëshiroj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e të veçanta që sot në këtë ditë xumait vdekurit tanë që i kemi në varre, Allahu t'i falet të mëshiroj dhe inshallah në xhenetin e lartë, në xhenetin Firdaus të çojë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.